Parimisht, nuk është në diskrecionin e askujt pra as të shtetit ku jetojmë, që të përcaktoj kush është adresa e përhershme e një qytetari, pra edhe kush është adresa e përkohshme. Kjo nuk mund bëhet në asnjë formë dhe në asnjë shtet pa pëlqimin e palës interesuar. Pra nëse adresa ime e përhershme për interesat mia është vendlindja ime, nuk është në diskrecionin e shtetit që ai të vendosë të pasifizojë adresën dhe të lejë dikon të zhveshur nga identiteti, sepse ju e dini që kur një adresi pasifizohet dikujt, i mohohet e drejta për të renovuar dokumenta tjera dhe me humbjen e dokumentave humbni identitetin, pra humbni drejtën për të trashëguar pronën, që është qëllimi final, sepse kjo është një fazë tranzitore. Pastaj hupni të drejtat në punësim dhe në gjitha drejtat që mund t'i gëzojë një qytetar i rëndomt. Pra edhe të burgosurit, edhe të akuzuarit, edhe kriminalit kanë identitete. Edhe varrat kanë identitetet e tyre dhe kështu domethënë po synohet humbën gjurmët në mënyrë që një kohë të caktuar të sekuestrohen pronat e shqiptarëve, sepse ligji edhe në Evropë disiplinon çështjen e pronave të cilat nuk kultivohen për një kohë të gjatë, shteti ka drejt të kujdeset për to, duke krijuar një ndërmarrje publike të participuar pra nga organet lokale apo rajonale dhe të mirët t'i merr ato prona në përkujdesje. Dhe pas një afati të caktuar që mund të shkojë deri 20-25 vite, ato më humbin tërësisht drejtën e pronorit historik të tyre, pra pronori historik e humb drejtën mbi to dhe ato shndrohen prona publike. Gjë që kjo është trendi ku janë duke përfunduar pronat e shqiptarëve në Serbi. Gjendja ekonomike është e rënduar maksimalisht, pra shqiptarët jetojnë në zonat më të pazhvilluara në Serbi. Historikisht janë evituar investimet në zona ku banojnë kryesisht shqiptarët. Dhe kjo ka sjellë, domethënë kjo ka qenë një element nxitës për t'i stimuluar largimin e tyre nga aty përveç provave tjera, por shqiptarët zakonisht domethënë nuk shquhen për braktisje të trojeve të tyre, ata zakonisht e ruajnë tokën qoftë edhe në kushte ekstreme, largohen por nuk e shesin dhe elementi më përshpejtues për t'i larguar nga trevat e tyre ishte kjo është pika e fundit e pasifizimit të adresave, pra gjë që e ka dëshmuar kategorikisht qëllimin e tyre dhe e ka arsyetuar veprimin e tyre në pengesën e investimeve në zonën ku kanë banuar shqiptarët. Medvegja, ta themi edhe këtë, për herë ka shërbyer si një lloj bankoprove për eksperimentet që janë drejtuar drejt shqiptarëve në përgjithësi edhe në kohën e Jugosllavisë. Po citoj për shembull kohën kur në Kosovë janë ndryshuar emrat e rrugëve dhe të shkollave. Para Kosovë ato kanë ndodhur në Preshevë dhe para Presheve kanë filluar në Medvegj, sepse aty ishte rezistenca më e dobët, pra fillimisht ka filluar ky proces në Medvegj me ndryshimin e shkollës Zen El Hajdini, emrin ja kanë ndryshuar herojt popullit nga Zen El Hajdini në Zein El Hajdinović dhe pastaj kanë kaluar tek gjimnazi Skënderbeu në Preshevë dhe pastaj janë futur në Kosovë. Pra edhe sot gjitha veprimet që bëhen aty kanë për synim replikimin e këtyre veprimeve në treva tjera siç është Bujanovci apo Presheva e kështu me radhë.